Në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve në Shkodër zhvillua një aktivitet i veçantë kushtuar fëmijëve me fokus edukimin kulturor. Gjithashtu promovua dhe libër me ngjyrosje skicura, një botim që sjell për fëmijët 15 monumente të trashëgimit kulturor në Shkodër. Si Diana Ujka, specialiste pranë zyrës së trashëgimit kulturor në Shkodër, tregon se ideja për këtë libër lindi nga dëshira për të krijuar një urë mes brez të ri dhe trashëgimit ton. Është kënaqësi për mua sot, si pjesë e DRTK Shkodër, më çdon mundësia për me kontribu sadopak në trashëgimin kulturore për promovimin e saj në Shkodër. Ky promovim bëhet në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, që është dita 18 maj. Është një libër që është punu me shumë dashuri për me shërby fëmijëve që me njoft trashëgimin kulturore të vendit të tyre që në moshë të hershme, që në veçli. Me anë të ngjyrave, të lojës, të imagjinatës. Ky është një libër që është punu nga unë, edhe është një libër që është bërë për afro 3 muaj, është libër, më shumë me thënë. Ka 15 punime të ndryshme, skica të monumenteve të ndryshme, siç janë ura, banesa historike, muze e tjerë. Dhe janë sjellë në formën e skicave edhe fëmijët me anë të numrave ngjyrosin monumentin edhe e njohin atë. Është një ide që ka lindë para disa kosh, sepse fëmijët e mi janë në moshën e këtyre fëmijëve, edhe kam thënë se si munden këto fëmijë me njoft trashëgimin kulturore të vendit të tyre qysh në moshë të vogël, pra jo me prit kur të rriten për me njoft atë. Kam skicu Bashkinë Shkodër, prefekturën, kineman, urën e Bunës, xhaminë e Plumit. Libri synon të edukojë dhe nxjisë kurreshtin e fëmijëve në mënyrë argëtuese.